Pukës i shtohet një tjetër objekt funksional, qerdhja e fëmijëve në Tereza, një investim i shoqatës së Ëmbëlsisë Shqipëri-Austri me presidente bëmirësen e madhe Marian Graf. Inaugurimi i këtij objekti u bë sot, ku e pranishme ishte edhe vetë zonja Graf, e cila hapi dyert e këtij institucioni me kushte bashkëkohore për vogëllueshët e qytetit tonë, të cilët deri sot janë përballur me mungesën e theksuar të kushteve. Qerdhja e qytetit Pukës sot është 117 objekt që zonja Graf investon në shkallë vendin në Shqipëri. Duke shpreh konsideratat më të larta në emër të Bashkisë Pukës, në emër të qytetarëve të Pukës, në emër të fëmijëve që do të jetojnë tashmë në kushte shumë më komode, shumë më moderne se sa deri tash në qytetin e Pukës, unë dëshiroj nga zemra të jap fjalën zonës Graf në përshëndes, përderisa është e pranishme me punën dhe me veprën e saj në qytetin e Pukës. Të nderuar miq, unë jam shumë i kënaqur që unë jam me ju. Është ndeja i madh çfarë ka thënë kryetar bashkisë. Faleminderit shumë. Edhe unë kam shumë kënaqësi që është prapë një projekt të fëmijës, sepse edukata, mësim është më e rëndësishme, fëmijët janë më e rëndësishme, sepse fëmijët janë ardhme. Faleminderit. Ka gëzojnë fëmija Pukës. Fëmija Pukës janë fëmija kombit, fëmija Shqipërisë, e ardhmja jonë. Në emër të Këshillit të Bashkisë, të gjithë anëtarëve të Këshillit të Bashkisë, jemi mirënjohës zonës Marian Graf për këtë kontribut të çmuar që jep në qytetin tonë, por në të gjithë vendin, dhe siguroj që jo vetëm investimet të zonës Graf, por çdo donatori tjetër, Këshilli i Bashkisë në mënyrë unanime ka qenë dhe do të jetë në mbështetje të investimeve të tilla. Në emër të fëmijëve, prindërve dhe edukatorëve, përshëndes zonjën Graf, si dhe koordinatorin zotin Thaçi, për këtë dhurat kaq të bukur që u bën fëmijëve të qytetit tonë. Duke ju krijuar këtyre fëmijëve një mjedis të jetë miqësor, të jetë të rehatshëm, të jetë komod dhe e cili bën të mundur zhvillimin e tyre fizik, social, emocional, kognitiv dhe bën të mundur që në këtë mjedis këta fëmijë të rriten të shëndetshëm dhe të bëhen qytetarë të denjë dhe të përgjegjshëm. Faleminderit shumë zonja. Kushtet në brendësi të këtij objekti tregojnë për mjedise bashkëkohore dhe të pajisura me të gjithë rendit e duhura, të cilët do të jenë në dispozicion të fëmijëve që frekuentojnë mjediset e qerdhës nën Tereza të qytetit të Pukës. Zonja Graf, pasi është njohur me realizimin e investimit të saj, u shpreh e lumtur që çdo gjë ishte sipas parametrave të duhur për të shërbyer vogëlueshve. Investimi për ndërtimin e qerdhës nën Tereza është një ndër objektet e shumta që zonja Graf ka mundësuar në rrethin e Pukës, duke zbutur kështu jetën sociale të banorëve në këtë rreth përmes përmirësimit të infrastrukturës.